Ka nisur në gjykatën e Tiranës përballja mes dy deputetëve Albana Vokshi dhe Tauland Balla, e cila po shqyrtohet nga gjyqtari Ilir Mustafai. Vetë deputetët nuk ishin të pranishëm në seancë, por të dy janë përfaqësuar nga avokatët mbrojtës. Seanca nuk zgjati më shumë se prezantimi i palëve, pasi avokati i deputetit Balla kërkoi kohë për të njohur me padinë dhe kërkesat e deputetes Vokshi. Për të dhënë mundësi mbrojtës të paditurit Tauland Balla. Për të njohur me avokatët e Salatit të njohur me aktet e dosjes, pasi rreth parë me testin e gjykim, gjykata vendos të seancën gjyqësore për një datë tjetër. Deputetja e Selis Blu Albana Vokshi e ka paditur deputetin Balla për shpifje dhe kërkon prej tij si dëmshpërblim shumën prej 40.000 euro. Bëhet fjalë për deklarimet e kolegut socialist në gusht të vitit të kaluar, kur ky i fundit ka deklaruar se deputetja Vokshi është e përfshirë në çështje korrupsioni, duke ndikuar në dhënien e licencave të koncesionit për ndërtimin e 6 heceve, kompanive të bashkëtuesit të saj Ariam Tartari. Por ndërkohë përveç deputetit Balla, deputetja Vokshi ka paditur dhe 8 të zgjedhur të tjerë të Partisë Socialiste: Mimi Kolleli, Eduard Shalci, Olta Xhaçka, Eltar Deta, Vasilika Hysi, Saimir Tahiri, Artan Gaçe. Për çdo njërin padish shuma e kërkuar nga Vokshi varion nga 10 deri në 50.000 euro. Kjo do të thotë se vetëm nga këto çështje Vokshi pretendon të marrë rreth 200.000 euro, ndërkohë që vetë padicja ka paguar 3% të vlerës së tyre si detyrim ligjor, domethënë gati 6.000 euro. Nga të gjitha proceset, i vetmi që ka përfunduar është ai me deputetin Eduard Shalci, ku ky i fundit u qobit nga gjykata me 1 milion lekë të reja për shpifje.